Këtu nuk duhet të ndërtohet. Këtu në përmale në asnjë mënyrë malet oligarkët. Po mirë, në qoftë se të huajt zvin. Atëre oligarkët nuk u dashkan, kush do t'i bëj këtu zhvillimet? Dhe si do rriten të ardhurat këtu? Se këtë duat di unë. Si do rriten këtu të ardhurat? Do rriten me ata që shkojnë me bukë me vete vetëm. Dhe që pastaj i edhin gjitha aty, që ai pylli sodës e di çka e qur. Dhe ka një pyetje shumë thjesht. Pse proteston Tirana dhe nuk proteston Vlora? Se në fundit, Zvërneci është i Vlorës. Po që se po bëhet atje një masakër, duhet dilte Vlora. Pse s'del Vlora? Pse s'del Vlora? Dhe kur them duhet dilte Vlora, nuk e kam për ballistat e mbetur në Vlorë. Se edhe një ballist që kishin që lidh 7 fjalë bashkë e sollën në parlament Tiranë, që punon me call centera për të marrë like. Dhe që ata që kanë për call centera i shtyn vetëm për të sulmuar edhe për të mbytur me helm faqet e kundërshtarëve. Puna ti, le ta bëj, nuk ka problem. Po e kam fjalën Vlora, tani më falni, po kryeqyteti socialistëve është Fieri, kurse kryeqyteti i pavarësisë është Vlora. Dhe jemi dakord në këtë. Unë e di tani që juve keni pak të vështirë këtë, po kësaj s'keni që bëni. Po do ta ngresh uraganin e Partisë Socialiste, shkon Fier. Po do të ngulësh këmbë që Shqipëria nuk shitet, bëhet në Vlorë. Vlonjatët nuk janë shumë, nuk i bien shumë gjatë, se po t'i binin gjatë nuk do nxirnin herojnë dhe dëshmorë, do nxirnin bloger. Po me sa di unë nuk ka bloger nga Vlora. Me sa di unë. Edhe në qoftë se është ndonjë nga Vlora, atëherë i bie që s'është nga Vlora. Vlonjatët do e kishin kapur dhe u kishte thënë instikti politik që shiko. Vlonjatët, Vlora, Fieri, të gjitha ata që jetojnë këtu në Shqipëri, që i kanë thënë punës mirëmëngjes, që luftojnë për ditë për të bërë më shumë përmes turizmit dhe përmes shërbimeve, jo që nuk diskutohet që duan ato investim, po duan edhe të tjerë dhe unë po ju them kaq, edhe të tjerë investime aq të mëdhenj do t'i sjellim Shqipërisë. Dhe po ju them kaq, shumë shpejt do shikoni, dhe jam shumë kurios se çfarë do thonë për atë. Do shikoni dhe jam shumë kurios se çfarë do thonë. Do t'i sjellim një investim po aq të madh, mbas edhe më të madh në shumë, diku midis Kavajës dhe Durrësit. Dhe do shikojmë çfarë do thonë për atë. Po pse çka kanë të tjerët? Pse shqiptarët duhet shohin me zili Greqin, Costa Navarino, tjetra, duhet shohin me zili Kroacin, duhet shohin me zili Malinezi, që është Safieri. Safieri është Malizi. Safieri është. Në Malzi pagat ku e ku, pensionet ku e ku, jeta ku e ku, biznesi ku e ku, dhe ne dorim edhe do dëgjojmë, edhe do pranojmë, edhe do t'i përulemi qorra llapajve, llapa qorrave, se ata e duan Shqipërinë për vete. Po kush janë këta njerë që thonë, kush janë këta që thonë Shqipëria është e jona, dëgjo popullin dhe kush janë këta? Kush janë këta se populli
flet kur i vjen dita të flasi. Dhe e ka zgjidhur ky sistem. Populli flet kur i vjen dita, pse nuk thon kot, atë ditë heshtje zgjedhore, të gjithë ata që kanë bërë rroganisin e kokës popullit 4 vjet, qepin gojën, shkon populli dhe voton. Tani, si është kjo që mblidhemi ne, po këtu, ne jemi më shumë se atje. Tash i mblidhemi ne këtu dhe qa? Çfarë? Nesër, qarë, si është kjo? Se del dhe Fevziu, se nuk të las Fevziu, se Fevziu është midis të dyjave. Fevziu do të pushoj në palas, pa tjetër, atje, shumë mirë, që mos më keq kuptoni, nuk jam unë kundër, pushon atje, do që të ketë zhvillim, po do që dhe protestusit të dëgjohen, po do dhe që blogerët të respektohen, po do dhe që influence e ret të dashurohen, dhe pastaj thot, zgjedhje dhe zgjedhin të punë. Pse? Se Fevziu nuk do të marrë anën dhe të thot që unë jam pro zhvillimit, por shikoti Rame se transparenca, o do vdes për transparencën, se nuk e di do më thënë qatë them. Por në fund, dua ta mbyll, kam marrë me vete një dy, jo medalje, po kam marrë me vete, sot flisja me ca gazetarë, kishin ardhur nga Europa, edhe ata të utuar, se u çmend bota, rinë të tërë atje me atë gishtin që edhe aty dalin, pum, u prish dynjaja, pum, edhe pastaj janë dhe ata që janë ca në protest, për shumë ata s'flasin fare, ata vën kamerën kështu e. Edhe këte i tak, del njëri ande. Pastaj vë kamerën, hop. Edhe i vënde i muzik, rotullohet dhe imazhi 200.000 like. Edhe mendja pastaj mbushet me budallëqe dhe ti s'kupton më ç'a është realiteti, ç'a është gënjeshtra. Dhe ndërkohë i thash këtyre të mive, me siguri thash këta tash ti janë në punë, ndërkohë që unë do flas, mi nxirrni ç'a thon që t'ja u them në distancë, se aty nuk ka është puna, thot ky, te ambienti. Janë krejt, rroga, pensione, spitale, sigurime, rritje çmimeve, nafta, çdo gjë. Ik, thot ky. Dakord, më pa tjetër. Janë. Këtë se mohon njeri që rrogat duhet jenë dhe më të larta. E kemi nisur me 320 euro. 320 euro pagën mesatare në Shqipëri, sot e kemi 912 euro. E kemi nisur me dikute 360 pagën mesatare në sektori publik, sot e kemi 1080 euro. Është mjaft, jo më nuk është mjaft. Pa tjetër nuk është mjaft, duhet rritur. Pa tjetër pensionet, me gjithë se kemi bërë për pensionet skemën dhe dihet që do rriten. Pa tjetër më spitalet, po, pa tjetër. Sigurisht edhe të gjitha tjera. Po si do rriten është pyetja? Në qoftë se ti thua nuk i du të hujt, tikin. Nuk i du oligarkë, s'ka Shqipëria, po e zem, nuk i du këta, tikin. Nuk t'ju du me dhe juve, ikni. Dhe do t'a marim ne, blogerat, influencerat, lapaqorat, qoralapat dhe flamingot, si do rriten rrogat? Si do rriten rrogat? Se dëgjova njërën që thoshte, jam shumë e shqetësuar, kjo është e tmerrshme. Kjo është shumë e tmerrshme. Dhe jeta është bërë shumë e vështirë. Po mirë thaj, ti tha si ke të ardhur? Unë tha 20.000 euro, tha, normalisht tha 20.000 euro, tha, nuk paguaj qira, tha, nuk paguaj drita ujë, tha, se mi paguani dashuri, tha, unë tha, marr 20.000 euro, tha, udhtoj, tha, po, kur vi në Shqipëri, tha, është e tmerrshme. Jo, nuk jetohet shumë. Shikoj
Çajnë ta. Po si do rriten? Tjetra, o bastard, thot ky. O bastard, mua do të thënë. Po pse individët thot e shesin tokën tek i huaj, thot mor drogaxhi? Ata e kanë shqip në firmat private shqiptare, jo tek izraelitët, thot o pedofil, mashkull. Ju i keni bërë zullumet bashkë, thot, me firmat private dhe ti nuk ngopesh me pasuritë e popullit të bastard. Tani, kjo është gjuha, ata që në 45-ën shkonin në për shtëpia edhe kapnin kulakët, ata ishin serios, i binin plumb ballit, ose i fusin në një shkeln, po këto fjalë nuk i përdorin as ata. As ata. Po si që nga kjo që nuk ushqis ka toka në Shqipëri pa lejen e shtetit, edhe shtetit duhet shofi se ka plot tu që thonë, duhet i shofi shteti këto, si ushqis ka në kështu, duhet shofi shteti kush shet tokat, dhe kush ja shet kujt, ndër privatët. Dhe nuk duhet ju lodh më shumë, po kjo ishte e bukur të nxorë, ishte një vlonjat. Thoshte, bosi thoshte, ishte një që ishte dalë rrugëve në Milano dhe thoshe me mikrofon, unë jam Komisioni Europian. Dhe në fund dua të shtoj edhe këtë. Pse vendos, thot ky, ti, thot, të ardhmen e pronave tona, thot. Cilat prona? Të ardhmen e cilat prona vendosun? E vërteta është që Sazani ka qenë, e vërteta, fakti. Dhe në qoftë se unë nuk po them të vërtetën, dikush duhet nxjerrë faktin që provon të kundërtën. Sazani ka qenë, është dhe do mbetet tokë e Republikës së Shqipërisë. Dhe çfarë e provon këtë? Çfarë e provon këtë? Këtë e provon fakti, më falni zonë, si provohet kjo? Dakor, se kjo mund dali një llapaqorr thot ti po gënjen. Ky është mashtrus. Këtë e provon fakti që ne kemi më shumë se 2 vjet negociata me investitorët pikërisht për formulën e zhvillimit. Që do thot ne përfaqësojmë Republikën e Shqipërisë dhe pronën shtet, prona e popullit shqiptar. Ata janë investitorët që duan të zhvillojnë në atë pronë. Dhe ajo që ne kemi rënë dakord me ta është që çfarë ndërtohet bëhet private. Ndërtohet një vilë, blihet një vilë. Çfarë është jashtë është e shtetit shqiptar dhe në investim merr pjesë Shqipëria si ortak në biznes dhe të ardhurat që vinë i shkojnë Republikës së Shqipërisë. Pse nuk është firmosur akoma marrëveshja? Sepse akoma jemi duke negociuar. Se normal, negociata, secila palë do të marri sa të mundet. Ky është Sazani. Atyre që më thonë mua tradhtar, thoshte njëri shkon në Serbi dhe në Serbi vajta unë. Në Serbi vajta, ja u thash atyre në sy nga pallati i Serbisë kur i presidenti që Kosova është Republikë e pavarur dhe është një histori që nuk kthehet më mbrapa. Është kollaj. Është shumë kollaj të bësh heroin kur del atje ka i bulevardi ku vran 4 vet me pushk. Dhe kur ne socialistët organizoheshin për protesta, shumë njerëz nga tanët, mësues, mjek, infermiere, se s'bëj fjalë për administratën tjetër, nuk vinin dot në protestë, sepse i merrnin për flokësh dhe i hiqnin nga punat nesmen. Dhe shkonim në për protesta këtu, atje, të mbledhur me njëri tjetrin dhe duke i rezistuar
një qeverie e cila në ndërkohë bënte pallariu se për ambientalist e për qorrolapist e për lapo qorrist as pyesni fare ata. Nuk e haroj kur kanë qenë atje, kemi qenë bashkë atje, nuk haroj kur se si i morën invalidët. I morën me gjithë karroca i ngritën në ajër. Sot është kollaj. Po dinim se është kollaj. Sepse Shqipërinë ndryshoi Partia Socialiste edhe në këtë aspekt. Kështu që patriotizmi dhe tradhtia nuk janë me vër flamurin këtu, lidhe ny edhe thuaj të qërë e Edi Rama. Ky nuk është patriotizëm. Nuk është patriotizëm, nuk ka problem lese. Jo më letë vazhdojnë, mua më bëhet vetëm shëndet dhe energji. Shifën si jam energjizu, se kësha rëmë pak si këshu. Patriotizmi është ndryshe. Dhe Zvërneci, sot që flasim, ka dhe Zvërneci, po aq ko, sot që flasim, nga një grup i vogël njerëzish, apo jo, nga një grup i vogël njerëzish, që në fillim fare kishim bërë disa vizatime, ide, të cilat këta ambientalistët i pan se doli burri botës të Fevziu, bërë intervist me pamje nga Zvërneci. I pan nga i grup dhe nga ato vizatime, sot është mbledhur një grup i gjërë me ekspert nga më të mirë në botë për të gjitha fushat që po punojnë për projektin. Dhe patjetër edhe për impaktin në mjedis. Po ju them kaq, bashk, ne e nxorëm fjerin nga llumi. Llumi. Binte një shi verë në fjerë edhe mbytej komplet fjeri se dilte nga shtrati llumi atje. Shikoni sot si është. Por, nëse ne ndalemi së ndëruari fort, nëse ne ndalemi spasur e ambiset madhe, nëse ne ndalemi në bindjen që Shqipëria nuk ka asnjë arsye të ketë zili asnjë nga fqinjët, por është këtu e gjitha gati për të bërë një vend për të cilin të flasin të tërë dhe të tërë të duan të vinë, e të tërë duan të banojnë këtu për pushime. Ne nuk jemi më Partia Socialiste. Ne nuk kemi më arsye të jemi në qeveri. Arsyeja pse ne jemi në qeveri është ta çojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Po ta çojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian jo thjesht me këto rregulla dhe me këto. Po ta çojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe Shqipëria ndërkohë të jetë një vend shtet antar i Bashkimit Evropian që t'i ketë standardet e larta, t'i ketë rrogat e larta, t'i ketë pensionet më të mira, t'i ketë spitalet më të mira, t'i ketë gjithat më të mira, pikërisht sepse do ketë këto zhvillime.